Në kuadër të 22 marsit, ditës botërore të ujit, Shoqëria Rajonale e Ujësillës Kanalizim e Korçë ka organizuar një fushat ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e ujit dhe menaxhimin e tij të qëndrueshëm. Aktiviteti synon të informojë qytetarët mbi domosdoshmërinë e ruajtjes së burimeve ujore dhe përdorimin e tyre në mënyrë të përgjegjshme. Tematika për këtë vit është mbrojtja e akullnajave tona. Normalisht është një thirrje urgjente dhe nevojë imediate për të mbrojtur mjedisin, sepse fal veprimtarisë tonë negative deri diku kemi arritur që të ndryshojmë klimën dhe të sillim shumë procese negative për sa i përket mjedisit. Si rezultat, po shtrihen akullnajat në një mënyrë të vazhdueshme, çka sjell përmbytje, thatësira, prishje dhe shkatrim të ekosistemeve, rrezikohen jetët e banorëve, kështu që është një thirrje urgjente për të mbrojtur mjedisin, për të mbrojtur ujin, që të garantojmë një të ardhme të qëndrueshme për të gjithë banorët. Edhe vetë qytetarët theksuan se ruajtja e ujit është një detyrë e përbashkët dhe se ndërgjegjësimi i brezave të rinj luan një rol kyç në mbrojtjen e këtij burimi jetik. Ta kursejmë, të mos e shpërdorojmë, që të kemi ujë gjithmonë. Jeni të kënaqur nga shërbimi që ka ujësillësi në Korçë? Kemi shumë vjete, që jemi shumë të kënaqur, kemi 24 ujë. Kështu që vetëm duhet të ndërgjegjësohemi që të kursejmë sa më shumë. Menaxhimi i ujit është jeta, gjithmonë pa ujë, dhe prandaj duhet gjithmonë kujdesi. Duhet të mos e shpërdorojmë? Shpërdorohet me vend e pa vend. Kjo është kryesorja. Jeni të kënaqur nga shërbimi i ujësillësit të Korçës 24 orë? Ujësillësi ka patur ka vite, është Korça me devolja në terë u plotsuan. Shumë të kënaqur. Kjo fushat është një thirrje për të gjithë qytetarët që të tregojnë kujdes në përdorimin e ujit, duke kontribuar në një menaxhim më të mirë dhe më të qëndrueshëm për të ardhmen.